Ka zgjedh Mitrovicën e Veriut më sporit, atër Mitrovicën e Jugut, ka tague Atiqin e me pas edhe Bedri Homzën. Si pas një deklaratë ose një komunikate që në shumë për media, ata thanë që kryeministri është interesu për zhvillimet aktuale, për projektet, për marrëveshjet, qeveri, komun, e që unë besoj që nuk ka qenë thelbi këto i këtij takimi fare. Pra ti mendon që kanë diskutuar diçka tjetër? Po jo, unë mendoj që aty është bisedu edhe është diskutu edhe është një farë forme është folë për megjat komunave, ose për toka, ose për parcela, ose për kufinin komunal mes Veriut dhe Jugut të Mitrovicës, kështu që ka qenë qëto pika, nuk po di, ndoshta ju ka afrue pajtimi i qeverisë për themelimin e stacionit komunave, kam frikë, e kështu që kërkon kryeministri edhe nga Atiqi në pjesën veriore dhe nga Bedri Homza në pjesën jugore, që ti tregojnë letrat, parcelat, se ka është kjo zona kadastrale ku ndohen komuna me komunë, e nuk ka të bëj fare me projektit qeverisë, por as nuk ka të bëj fare sepse poshtë në për Facebook edhe në për që disa eksponent, jo politik, po me gjitha të do farë simpatizonta në për Facebook që po thojnë që është po interesuat kryeministri me bashku Mitrovicën, e që kjo fare nuk ekziston, sepse Mitrovica e Veriut dhe Jugut veç nëse bashkohet me Kongën e Shkurtëvezës. Përndryshe nuk ka bashkim. Ta ty në puna është da si komuna dhe ka marru. Unë që do shat këtë vizit të kryeministit, por ka mundësi që është bisedu, sepse ka po kryeministit që s'ka as vota, nuk shkohet duke zhagit këtë vend po institucione për sa muj që 29 seonca. Visët përfundun edhe s'ka në epilog. A thua kanë diskutu vetëm për komunat, apo kanë diskutu diçka edhe për qeverinë e kuvendin? Po me që aty kish pas një ekip... Po besoj që ka kalu krejt pa u fol kjo. Ja, me që kish kon një ekip e gjon e kryeministit në vizit, sepse ka edhe ministri e pushtetit lokal, Elbert Krasniqi aty, edhe pas që dalja nuk ishte nga dalja kryesore, por ka një derë tjetër anësore, dika anajna ka do parkingu i Mitrovicës nuk di gjo, ka mundësi që është bisedu, ose